A është haram burri mi thonë grus non-stop, thi e shejtan. Shumë po ndihem keq para fëmijëve. Haram është, haram është, haram është. Edhe nëse do të paramendonim, apo do të pranonim faktin se gruaja nuk është e sjellshme, është e nervozon burrin e tjerë, prap nuk i takon një burrit me thonë këtë fjalë. Absolut. Nuk i takon, sepse burri që burr, jo vetëm mashkull, nuk i shpreh këto fjalë të ulta para bashkëshortës vet. Ai do të jetë krenar, do të jetë i edukum, do të jetë më lart niveli i tij se sa këto fjalë shumë të ulta. Këto do t'i thashtë një ignorant, një njeri që është thjesht mashkull, një njeri që ka gjuhën e gjatë, një njeri pa edukat, pa kulturë, si e nënçmon bashkëshortën e vet para fëmijëve të tij, para fëmijëve të saj, edhe shkon me çat bashkëshortë pastaj edhe fla, edhe del para tjerëve thotë kjo është gruaja jame, a non-stop i thotë thije shejtan. Nuk lejohet kjo. Nëse o ti mashkull, nëse je burr, nëse s'po të pëlqen gruaja, merr edukoje, këshilloj, deri ti hub shpresat. Deri ta shet që nuk përmirësohet, nuk mund ti me jetu më me ta. Atë çka bën? Shkoja vëlla. Mëse marrën qaf gruan e huaj, vajzën e huaj. E ke bashkëshortë, e ke zgjedh, Allahu ta ka bë kader. Ose rrim me ta, me krenari, me fisnikri, ose daju marr. S'ka nevojë me nënçmu para fëmijëve të saj, a di sa njihet ajo keq, sa njihet e dopt para. Po ndoshta të ka qellu një grua e mirë edhe sjellshme, se me bë me të qellu një gru që ti kthen pa të kujt prapë, si thot fjala popullore. E mshel vallai gojën se ta thirr policinë të bën 100.000 telashe. Po as ka qellu e shkreta urte që po ndrejtohet mu. Prandaj po të thamun, po të këshilloj për hir të Allahut të xhel, mos ia thuj bre këto fjalë. Ani merren dhom tonë edhe këshilloje kur jeni vetëm ju dytë. Ma be gru se zban, që ke qështu. Provaj gjitha ato format edukative me përmirësua dhe nëse ta ngrit tensionin e tjerë. Ma jo me nënçmu. Pastaj, nëse i ke argju gjitha metodet dhe s'po bëhet kur gjanë, na jemi kundër shkrorzimit, por ka raste kur edhe shkrorzimi e vetme alternativ është, ma ta njetën, ta nënçmash në këtë formë, nuk është në rregull. Prandaj, ai burr nëse dëgjon këtë fjalë timen, ose çdo burr që është në këtë gjendje, aman kujdes me bashkëshortët e tuaja, sepse amaneti pejgamberit alayhi salatu wassalam i fundit ka qenë sjellja, pra amaneti keni gratë juaja, kujdes me to, edhe nuk i respekton vetëse fisniku, edhe nuk i nënçmon vetëse ai i nënçmuari. Mos hynë atë kategoritë njerëzve të nënçmuar që tregojnë muskujt para grave të veta.